Presidenti Obama pritet të shfrytëzojë fjalimin e tij për gjendjen e vendit për të njoftuar se do të ngrejë në $10.10 në orë pagën minimale për punonjësit e rinj federal me kontratë. Çmimet e shtëpive në Shtetet e Bashkuara patën një rënje të lehtë në nëntor për shkak se moti i ftohtë ngadalsoi blerjet. Megjithatë, çmimet u rritën në pjesën më të madhe të vitit 2013. Sekretari i ri i Sigurisë Kombëtare, Jeh Johnson, thotë se përcaktimi një rruge drejt marrjes së shtetësisë për 11 milion imigrantët e paligjshëm që jetojnë në Shtetet e Bashkuara është çështje e sigurisë kombëtare. Vdiq në moshën 94 vjeçare, këngëtari legjendar amerikan dhe aktivisti politik Pete Seeger. Familja e tij tha se Seeger ndroi jetë të hënën në një spital të New Yorkut. Once more, go on, Panamera, hey, hey.